Kam një thirrje mbi të gjitha, pjesën e parë kam për administratën, sepse dëgjojmë shpesh nga administrata që janë kohët që është intimiduar dhe kërcënohet nga drejtuesit politik. Dhe i ftoj që të mos friksohen, dhe mbi të gjitha asaj parudhës që ato hapin që nëse do të vi Partia Demokratike në pushtet, do të vi koalicioni i djathtë, do të ikin nga puna, sot po ja them me përgjegjësi të plotë. Ne respektojmë çdo punonjë administrate sot që është një gjëri që është e ndershme. Pra thirrjes që Partia Socialiste bën që nëse do të ndrohen pushtetit, do të lëvizë administrata, e them me bindet plot. Administrata e ndershme mos të trendet. Nuk është e cënuar absolutisht nga ndrimi i qeverisë. Vota tyre do të jetë e fshehtë, do të jetë e garantuar dhe e sigurt. Pra, i bëj thirrje vetëm numrin e madh të votuesve, pra duam pjesëmarrje sa më të madhe, sa vetëm një pjesëmarrje shumë të madhe të qytetarëve dhe të bëjnë ndryshimin. Ndryshimi tani më është bërë domosdoshmëri për të mirën e të gjithë ne. Ndalojmë pikërisht të shpopullim frikshëm, ndalojmë të varfëri dhe pse jo, t'i kthejmë buzëqeshjen qytetarëve. Data 11 është datë shumë e rëndësishme dhe nuk duhet të mungojë asnjë votim. Qeveritarët danë të dëmshëm dhe të blefshëm për familjet e tyre. Mos votoni ato që janë të dëmshëm për familjet tuaja, por gjeni pikërisht atë që ju vlen për familjet tuaja.